është shumë e rëndësishme që sa më shpejt të bëhet dokumentime, për shkak që në atë formë na kemi mujt me t'i kalu historinë e përgjenerata. Na kujtojmë ngjarje, kujtojmë histori, i ndëgjojmë prej të tjerëve, po brenga jam është nështë edhe pe i përvojës këtë personale dhe mësimeve që zakonisht nuk e kemi marrë për luftën dhe për historitë e luftës, për shumë arsye e njëna prej tyne për shkak që na edhe pas 26-7 vitesh vazhdojmë mos me pas një evidencë me një vull shtetërore për dokumentimin e historisë së luftës, krimeve, masakrave dhe historive të tjera që kanë kriju rezistencë në atë kohë. Së fundmi, këtë diskutim shoqëror, mbar shoqëror, e ngjalli edhe ekspozita e Shkelzengashit, e cila ishte një lloj derivimi prej librit të tij Masakrën në Kosovë vitit 98-99. Edhe tash ju patët reagime edhe pej, si me thonë, petkut partijak, po edhe në nivel personal, a mendoni që nuk e di, a ka nevojë për më mendu se edhe nëse është konstatimi jam ajo qëndron që mungon një lloj evidentimi i memorjes kolektive dhe dokumentimit të luftës, po ku kemi lënguna si shoqëni dhe si institucione për me kriju një bazë të fortë, një evidencë të fortë që gjeneratat e ardhshme mos me pas nevojë, ato janë gjithherë shtesë si lloj bonusi për mini rrëfimet për të tjerëve, po ndryshe kur i shen në libra, kur i shen në dokumentare, kur i shen në evidenca shtetërore në përgjithësi e kështu me radhë. Çfarë po duni mendim për jush për këtë? Në përgjithësi, historia vetveti është një prej temave shumë delikate për vendin tonë, për shkak që ne e dimë që sot ende kemi njerëz që janë të prekur nga pjesa e luftës, edhe mbi gjitha që kurrë nuk është marrë dikush më të vërtet në mënyrë serioze me të, sepse nëse analizon edhe në aspektin psikologjik, unë mendoj që ka shumë njerëz që është dashur mu trajtu për shkak të traumave të luftës. Edhe sot kjo trauma e luftës ekziston çdo ditë, qoftë përmes sekuencave të ndryshme të jetës së tyre, edhe unë jam e sigurt që shumë njerëz ndoshta nuk e kanë as dijenin pse e kanë këtë traumë për shkak të pamjeve që i kanë po, traumatizimit që e kanë marrë përmes luftës. Tash nëse shoh në spektrin e trinjve, unë kisha pas shumë dëshirë që trinë përgjithësi fillimisht me udhëtu shumë, me dëgju shumë për vende të tjera dhe në atë formë jam e sigurt që ishin ndje edhe më shumë krenar për historinë që e kanë brenda Kosovës. Nëse sheh në aspektin e seriozitetit edhe përgjegjësisë që ka shteti në përgjithësi, është shumë e rëndësishme që sa më shpejt të bëhet dokumentime, për shkak që në atë formë na kemi mujt me t'i kalu historinë e përgjenerata. Unë fillimisht kam menduar që nashta duke qenë pjesë e familjes jashtare, nashta nuk duhet me folë unë bash shumë për historinë edhe me lani far forme se nashta unë jam rrit për një babës shumë modest që çka do që ka bë për luftën, ka thonë na e kena bë për vendin edhe nuk kena nevojë as me dalë në intervista as media se na e kena bë çka është dash momenti kur ka thirrë dheu për neve. Po pastaj dalë me një moment ku unë shoh që trit përgjithësi nuk kanë shumë informacion, edhe nuk kanë me çka mu lidh kjo dhe dashuria për vendin, kur na nuk e kena të dokumentuar, nuk ka mjaftueshëm literaturë në librat e historisë përmes shkollës, nuk i respektojnë datat tona historike siç duhet. Për shembull, që po e filloj nëse nga ona personale, data 7 mars, vetëm komuna e Skënderbajut e ka ditë pushime. Tash ka fillu që për ora e parë mësimore fillohet edhe foljet për epopejën e UÇK-s, po është diçka që thjesht mo nuk është e jonja, është e shtetit në përgjithësi. E kam përmendur më përpara datat 5-7 mars, unë si e vogël e di çfarë rëndësie të madhe ka pas kur unë kam qenë shumë e re, edhe mënyrën se si është festu. Sot, përsëritja dhe mënyra qysh po vazhdohet ky fest në farforme dhe rikujtimi i historisë, unë po e shoh që çdo ditë është uzbej, sepse ti duhesh me transformu mënyrën që je të dash me promovu hala më shumë historinë dhe kulturën tënde. Nuk duhesh me vazhdu gjithmonë çdo vjet të u përsërit, sidomos kur e din që gjeneratat e reja sot e kanë një farë mendësie, një mentalitet këtë më ndryshe, po nuk do të thotë që na nuk mundemi me arrit atje. Kështu që dokumentimi është shumë i rëndësishëm, neve na mungon jashtëzakonisht shumë një muze që e dëshmon hala më shumë tronditjen edhe dhunën, masakrat që i ka bë
serb në përgjithësi në Kosovë, po kjo mas mirti i dëshmon edhe të ndërkombëtarët pastaj, se na jena tu e lënë veten krejt mbrapa. Në të njëjtën kohë kur unë sot, për shembull, unë mendoj që në një situatë ideale, unë nuk është dash me fol për historinë dhe muzein e luftës, është dash me qenë deri tash. Edhe unë është dash marrë si një deputete e re që mendojmë për projekte dhe mundësi që na kena jep të rinjve të Kosovës. Po tash, unë e kam përgjithësi një farforme me bo një kalim prej historisë deri te ardhmja. Tash këtu jena të kalimi i historisë. Fakt është që ekspozita e ka bo një reflektim të mungesave edhe të seriozitetit që shteti e ka pas deri sot. Po kjo nuk do të thotë që na duhet mundal tash, në qoftë se nuk është bë punë mjaftueshëm përpara, nuk do të thotë që na duhet mundal tash në këtë moment. Unë kam hulumtu edhe kam pa që në vitin 2018, në fakt nga Kadri Veseli është nis një projekt ligj për mbrojtjen e luftës, ndër të cilat është po ashtu edhe Muzeu i Prishtinës. Po e kam pa që ka pas disa pengesa në aspektin mënyrën se si është shkruar dhe duhet me pas shumë qartësi edhe mënyra se si shkruhet me qenë e parafruar në aspektin e BE-s, në atë formë që në asnjë moment të mos shihet si diçka që e cënon mendimin kritik ose mendimin e lirë të qytetarëve në përgjithësi, po megjithatë duhet mu dokumentu. Për shembull tash na po flasim për dokumentimin e luftës, edhe kena dëshmitar mjaftueshëm për me tregu të vërtetën se çfarë ka ndodhur, edhe në të njëjtën kohë e shohim propagandën masive që bëhet nga armiku ynë, duke i shfrytzuar ngjarjet që kanë ndodhur në Kosovë, edhe duke i rikthy, duke menduar që duke promovu një farë forme të tjera, sikur Kosova në fakt i ka bë aty në masakra. Edhe kur ti e ki në tavolinë se çka po bën armiku, edhe sot për shembull e kthen diskursin e diskutimit se cili politikan më shumë bashkëpunon me serbt. Ju jeni me Serbin, ata me Serbin, edhe nuk merresh me çështjen kryesore, thelbin që e ki për shtetëndin, për mua është shumë shqetësuese. Do të thënë, në një farë forme, sipas asaj që po thoni ju, Serbia tashmë ka deportu në ato që është diskutimi dhe diskursioni i përditshëm në taboret mes ndasive, mes politikanëve, ndoshta edhe mes shoqënisë, se e kjo, që ato që na veç se folëm, po të kishte një bazë shumë të fortë ku na ishim mbajt për rastin konkret për dokumentimet dhe evidentimin e qartë asaj që ka ndodhur së fundmi 98-99, atëherë diskutimi edhe taburizimi mbi çdo çështjet nuk ishte i mundur. Unë besoj që edhe si shoqëni edhe si kastë politikanëve, na është dashur disa parime me i mbajt jashtë kësaj politikës ditore dhe konfrontimit, ose disa sfera me qenë konsenzusi jonë i përbashkë shoqënor dhe rrjedhimisht edhe i kastës së politikanëve. Dokumentimi në radhë të parë, domethënë muzeu mbi luftën, ato evidentimet rreth luftës në përgjithësi, sepse ato prodhojnë memorie dhe nxisin edhe ruajnë memorien kolektive, dhe ka shumë sfera. Unë e di sigurt që na pajtohemi që edhe sfera e arsimit, për shembull, është dashur me qenë konsenzusi përbashkët. Me thonë, të gjitha polarizimet tjera po i bëjmë, se ndoshta janë për hir të vetë politikës, a bën që disa sfera t'i lëmë si konsenzus, mos i prekim se ato na dëmtojnë neve si shoqëni në përgjithësi. Po e ka dëmtuar realisht. Tash momenti kur ti flet në pjesën e arsimit, unë vetë shqetësi ka marrët, për shembull në histori, unë e kam bërë një krahasim në aspektin e kurrikulës amerikane edhe çka i mësojmë na fëmijët tonë në shkollë dhe flas për eksperiencës. Sa a jeni mësuese? Kam qenë, po momentin kur e kam bërë këtë tranzicionin, nuk është që është dasht, po unë jam person që i marrë gjonat me përgjithësi edhe nuk kam dasht me pengu një farë forme rrjedhën e mësimit për nxënësit me qenë tamam e plot 100% brenda shkollës. Po për shembull ne kam bërë këtë krahasim me vet, unë në momentin kur kam qenë mësimdhënëse e klasës së 4 për nxënësit e mi, ata kanë qenë me një shkollë amerikane, më është dasht krejt të historinë me pa qysh mësohet në Amerikë. Edhe ata për shembull e kanë prej fillimit folin për amerikanët. Nuk ka nevojë me fol për shtetet e tjera, nuk ka nevojë me fol për kërkën tjetër. Kështu që unë në këtë moment unë kam përshtat standardet edhe pak a shumë qëllimet, rezultatet ku do jam arrit, po me historinë e Kosovës. Edhe vetë tani e kam pa që shumë pak e kena të dokumentuar në historinë,
Anën tjetër, në shkolla publike krahasimin më njerë e bën. Klasën e 4 fillimisht nuk mësojnë hiç për historinë as të Kosovës as në përgjithësi. Pastaj vjen klasa e 6 dhe 7 dhe diku në faqet e fundit flitet fillimisht besoj për Skënderbeun, e pastaj shumë pak për Adem Jasharin, e pastaj krejt shumë hala më pak për ushtrinë shërimtare të Kosovës. Edhe unë besoj që kjo është dash krejt me ndryshu. Qysh me fillu për fëmijët mas pari me dash të historinë, është dash me fillu prej njerëzve që është e prekshme. Tash momenti kur ti e sheh një emër të një dëshmorit, besoj është dash me qenë një kuriozitet më i madh për fëmijëve për me kuptu pse ka vdek ky dëshmor, qysh ka vdek, qysh ka shku rrjedha, se kur analizon shumë historinë e Kosovës në përgjithësi, unë besoj që na nuk kena nevojë për me mësu fillimisht për të tjerët. Duhet me mësu, me pranu qysh është historia jote, edhe sarë që dikush vjen me vizitu Kosovën, se cili fëmijë joni me qenë i gatshëm për me tregu me një farë forme me qenë Ciceroni i historisë Kosovës vetë, pa pas nevojë me pas edhe një Ciceron. E kjo është një diçka që duhet më punu, po shpresoj që kanë me punu edhe mbi gjitha po shpresoj që në aspektin edhe arsimit edhe historisë ishtë dash me gjetë një konsenzus.